Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në vlogun tim të tretë. Nuk mund ta besoj që arritëm në vlogun numër 3, se kur e kam nisur këtë punë thash do bëj në një video në kaq, domethënë edhe në 3-4 muaj jam bërë 3 vlogje. Nga tetori deri tani apo jo? Po, 3 vlogje. Sot sigurisht që do jetë një tjetër udhëtim, po nuk do ta them tani se ku do shkojmë tamam edhe si është puna, sepse në të vërtetë jemi goxha vonë dhe siç mund ta shikoni unë nuk jam bërë fare gati, ata të tjerë po flen shumë atje. E kënaqem fare me pak fjalë. Po gjithsesi vendosa që ta hapja këtu vlogun, që t'isha pak kështu me atmosferë festive. Shtëpia ime ndërkohë është bërë një katastrofë vërtet tani, sepse dje kam larë gjithë tapetat edhe divanin, edhe i kam hapur gjithë tapetat këtu, kam ndezur ngrojen 5 edhe janë të gjitha të shpërndara nëpër shtëpi. Po unë normalisht do kapja këndin më të bukur këtu, se nuk do e kthej këtej nga tapetat. Nice. Tani do shkoj do bëj make-upin shpejt edhe të zgjoj ata. Të paktën mos të zgjojnë sa të bëjmë make-upin e qetë. E pastaj do filloj krena duke më marrë të gjitha ato të make-upit edhe do kallangjoset atje. Kështu. Ika tani dhe të shkojmë pastaj. Më në fund u nisëm, e lam për të nisur në orën 8, është ora 9:46. Pa kemi pak që jemi nisur se edhe hëngrë, se po na binte të fiks për bukë. Kemi dhe burrin patjetër këtu. Edhe që po thoja që parë që do thoja se ku do shkojmë, sot ne vendosëm që të shkonim në një udhëtim, në një mini udhëtim le të themi më saktë, të cilën e vendosëm jo më larg nga e hëna. Sot është e diel, pas një video që unë pash në TikTok të një babagjyshi që fluturonte, besoj që shumë prej jush e keni parë, ka shumë Christmas market si në Zvicër, si në Gjermani që kanë këto babagjysha që fluturojnë. Edhe thash që unë dua që ta provoj këtë kënaqësi dhe për më tepër dua që t'ja lejoj krenës ta provoj këtë kënaqësi. Ja kam treguar krenës në video dhe mezi po pret edhe ajo. Qyteti e ka emrin Saarbrücken dhe ndodhet këtu në Gjermani. Nuk e di nëse e them saktë apo jo, Saarbrücken. E kemi rreth 2 orë larg, pra nuk është shumë larg, edhe prandaj vendosëm që ta bënim vajtje ardhje. Ne shpresoj që të jetë aq magjike sa ishte edhe nëpër video. Ne u nisëm tani dhe mbërrim në orën 11:30. Nuk e di nëse ka ndonjë atraksion tjetër turistik atje, sepse babagjyshi që fluturon është në orën 5 të pasdites ose në orën 7. Besoj që qyteti duhet të ketë diçka. Kam bërë shumë gabim që nuk e kam parë paraprakisht që të shoh se çfarë mund të shikojmë në një atraksion tjetër ose jo. Por ne po shkojmë mirë gjithsesi, u nisëm. Inshallah na shkon rruga mirë, krena duket e qetë, fjeti u kënaq. Pavarësisht se unë zgjova në orën 8:15, ndërkohë që në 8 duhet niseshim. Këta u zgjuan nga gjumi, po nejse. Ne po vazhdojmë rrugën edhe po ham këto panine që i përgatita në shtëpi. Tani po ju lë që të shihemi pastaj, të shohim se ç'do bëjmë. Pa një parking që kishte jashtëzakonisht shumë makina, madje kishin parkuar njerëzit edhe nëpër rrugë. Edhe u bëm kurioz dhe tham çfarë po ndodh këtu, se është edhe e diel dhe zakonisht nuk është se ka ndonjë gjë hapur. Edhe pam që ishte një flomart ose tregu i të përdorurave, ç'është kjo parking. Edhe kishte jashtëzakonisht shumë njerëz, edhe na bëri shumë kurioz. Nuk kam qenë asnjëherë te tregjet e të përdorurave këtu në Gjermani, kam dëgjuar që ka gjëra jashtëzakonisht shumë të mira. Me sa duket sot pas ka qenë fati im që të provoj tregjet e të përdorurave në Gjermani. Inshallah po gjejmë një gjë të bukur me që erdhëm. E bëri me dorë e tjeta. Edhe thonë pastaj që gjermanët janë të ftohtë. Janë edhe të ftohtë, ja po. Edhe nuk paska fare vante këtu, aq shumë njerëz. Paska dhe na bëri kurioz normale. Paska mbushur xhaxha, qeska të plot. Ja çikojmë mirë. Kam qenë asnjëherë nëpër flomark, po ky që nga gjigant, nuk e di nëse janë të gjithë flomarket kështu. Pas edhe shumë njerëz. Ç'e gjeti babi? Pritet ç'është? Rezi do të marrë çdo gjë që shikon këtu, ndërsa unë nuk është se po gjej ndonjë gjë, me thënë drejtën. Edhe s'para kam shumë nerva, thuash atë që është të rrit të kontrolloj këtu. Më përpara kam pasur jashtëzakonisht shumë nerva kur kam qenë në Tiranë për shembull. Mbaj mend që shkoja te Kupola atje në Tiranë, edhe mballesh në fakt të dielën vinte tregu i të përdorurave dhe kisha goxha nerva atëherë. Po nuk e di pse më kanë ikur komplet nervat për të kontrolluar këtë, për arsye që nuk është se jam në një qefli e madhe rrobash. Unë një make-up dua shkreta, ato make-upet i blej nëpër dyqane, edhe kështu që nuk është se më duan. Ose këto gjërat e shtëpisë për shembull kam shumë qejf, edhe ky stili vintage që shumë goca e përdorin, më pëlqen shumë edhe ky, po
unë me syrin tim mendoj që nuk kam sy mjaftueshëm për t'i përshtatur te shtëpia ime. Domethënë kur i shikoj kështu në dyqan, pjesë, nuk mendoj që nuk i përshtas dot tek shtëpia ime dhe i lë fare, nuk i blej. Plus se mos kam në një vend madh, unë atje te shtëpia dhe ja do blejnë 100 qëra. Po të pak në të shofi Rezi i ka qef këto gjëra. Si çym ashtu dolëm nga i tregu, nuk morëm absolutisht asgjë. Rezi kishte qef të merrte ndonjë gjë. Që thjesht as zinte vendin kot atje edhe në shtëpi se nuk e se do i duheshin për ndonjë gjë. Një vegël pune që donte kushtonte 60 euro. Atë 60 euro i blen dyqan besoj. Nëse tani neve të shkojmë tek një që pash në internet, se di fare se si quhen shqip ato, se nuk kam qenë ndonjëherë as vet. Që thoshte mini golf, po ishte diçka me drita, me 3D, as vet nuk e di se çfarë ishte. Kur të shkojmë atje do t'ua tregoj edhe juve se është herë e parë që po shkoj edhe vet. Shpresoj të lejohen edhe fëmijët, po më sa pash ishte edhe për fëmijë sepse thoshte aktivitete familjare atje tani. Unë do lyej pak buzët. Se natë kam kur i shtoj sipër, pasi i kam lyer një herë se pastaj bëhen si kallangjosen fare po hajde. Me sa pam këtu kishte edhe një park lojrash, nuk e di nëse do na dalikoha për të shkuar tek të dyja. Krena ndërkohë do që të veshë shapka. Edhe hajde mbusha mendjen që nuk është për të veshur shapka. Sa e bukur. Nuk e di se kush vjen në një lojë që nuk e di fare si funksionon. Na kanë dhënë këto syze. Është 3D, janë 3D. Hashpir, luajnë golf, me sa kuptova, po siç thoshte ajo, na vën këtë fletër. Edhe kam shkruar emrin 3 herë gabim, se kuptoj fare se si duhet shkruajti. Kemi shkruar 3 emra tan këtu, Franka, Rezi dhe Krena. Kush do fitojë nga ne? Na dhanë edhe këto për të luajtur. Okej, me golf, Rezi kishte drejtë të luanim golf. Edhe do shënojmë pikët, po se si funksionon si lojë, do ta marrim vesh më vonë. Wow. Komplet golfaxhi tjetri. Edhe për pak e kap te balli. Edhe Krena ka çuar syze ndërkohë. Ore, mos bijem neve. Krena po zihej me topin atë ndërkohë. Unë dhe se kam provuar akoma, o zoti madh, sa më shkokan këto syzet. Këni pak thënë të mi që duken si fosforescent, që gjërat fosforescente. Tani oja mëson golfin Rezi. Hajde kalojmë ti nga ana tjetër se si duket. Rezi po thalle dhe mua jere se unë kam këta 3 dhëmë të quar këtë dhe këto të tjere që i kam të mitë më dalin të barë, nërsa këta që i kam të quar më dalin të zi. Rezi pas ka qenë njësh për golf edhe nuk e dija. Pas 9 vitesh mësova që burri im dika të luaj golf. Të paktën përpishet, nërsa unë për riksu, po bëj foto në video. E mbaruam edhe eksperiencën e golfit, u kënaqëm shumë. Sidomos Rezi i bëri gjitha ato golat atje. Po për të fituar fitoi Krena. Patjetër që ata që e kanë qejf golfin do kënaqeshin akoma më shumë. Unë nuk e dija fare si funksiononte. Okej, bëra edhe unë ca gola. I thon gola këtyre të golfit, imagjinoni se sa out jam me këto unë që nuk i dija stermat se si quhen. E them të futemi te këto lotrat, nuk e di se sa orë do na haj kjo. Krenës normalisht tani duhet ishte në gjumë. Po e kalojmë pak atë orarin e gjumit se më mirë të luaj të kënaqet tu do florin makinësh e sipër. Do shta do kemi probleme edhe gjatë natës, nuk e dim, kjo ngelet për të parë, por rëndësi ka të kënaqemi sot, e kemi dalë për të bërë qef sot, jo për të fjetur që. Është full me fëmijë. Nuk e dia gjojmë apo jo, shpresoj që këta mikrofona ta bëjnë punën mirë. Po ne erdhëm këtu te lotra dhe fatkeqësisht kjo mbyllet për 1 orë. Ta kishim ditur mos ishim vonuar aq shumë atje te golfi. Gjithsesi Krena është duke u stërkënaqur atje, nuk e keni iden sa po hidhet sa andej këtej. Ja munduar të kap në një klip ashtu kështu sepse nuk e se lejohet shumë kamera dhe me të drejtë sepse ka fytyra fëmijësh. Normalisht unë nuk kam kapur fytyra fëmijësh, thjesht kam kapur Krenën, domethënë. Tani mora chicken nuggets edhe ca patate që të haj Krena. Besoj do rrim edhe këtë gjysmorçën, të haj edhe ato chicken nuggets dhe patatet dhe mase e zë pak gjumi rrugës të paktën. Tani po i pres që të bëhen ato, më kanë dhënë këtë. Kur bëhen gati do bjeri kjo. Se qa tha ajo nuk e gjova, po nejse. Shpresoj mos ketë thënë mos ndës në kamerë.
Dolëm edhe nga lodrat, krena u kënaq shumë, po ishte shumë pak një orë me thënë drejtën, po më mirë nga një anë që ndodhi kështu se sikur që do kishim ndonjë gjithë ditën atje. I mori ato patatet me vete i hangri tani, po neve tani duhet të shkojmë patjetër për të ngrënë, gjetëm një pizzeri këtu afër. Besoj të jetë pak e mirë, jo si ajo që gjetëm atëherë. Po gjetëm në Francë që atëherë ishte si pizzeri morri. Se me vërtet që jemi duke kaluar në gjendje të fikti tani, aq shumë po na hahet. Ja, erdhëm me menu. Tani do filloj do besoj të syri se ka bërë një të rëshkitur motra juaj që që ju them, nuk kisha rënë ndonjëherë në jetën time aq keq. Edhe më prish komplet make-up-i se vetëm kam qeshur me lodë. Miguria fare tani. Zotë, sa kam qeshur këtë herë, nuk besoj të kem qeshur ndonjëherë në jetën time. Atë videon time ku kam rënë, nuk kanë fjalë po ju them. Po më dali lot në sy, po haja bukën edhe vetëm qeshja se më kujtoi skena. Atë motri Resit po thotë që u brave se i tregova videon dhe Resi po ne bëm 3 dupla edhe doli më e mira kjo, të mëshme. Të bjerin tjetra dum. Ka kërcit koka si tepsi cingo. Shqyqyr që lokalisht po thoj se pa njerëz sepse ishte vetëm një çift atje. Po edhe po ishte me njerëz, punë e madhe sikur para dhe thjesht rash atje se s'mera me gjë të madhe. E bukur diku ishte se unë isha duke ecur kështu, tër shefe. Madje i thash Resit në ato momente, ndize, filmoj, thash filmo. Në fakt ajo nuk është se ishte e rëshqitshme dhe nuk është se kishte ndonjë gjë për të rëshqitur. Po problemi ishte që këto taka që kanë veshur unë, këto çizme që kanë veshur unë, materiali i çizmeve nuk përputej me materialin e pllakave atje. Edhe kur dola e thash Resit më mbaj një herë fort, thash se nuk i di. Po të binim dy baza e ta kënaqnim. Ta herë do e shoh atë video, na herë do qesh me gjithë shpirt. Ta Rezi do thotë ky çifti, po kjo çat vdollazhe që qesh se ra. Një eksperiencë e paharruesh. S'kisha rënë kurrë ne. Kemi dokumentuar problemin. Them shqyr o zot që i thash Rezit ndize. Se si ne hëngrëm, u kënaqëm, qeshëm, tani po ikim te Christmas Market. Kena nuk ka fitur fare, po çuditërisht është mirë, domethënë është e qetë. Si për pa gjumë që është. Nuk është në më të qetësinë e saj, por që si pa gjumë që është mirë. Dhe do ikim te Christmas Market, do të çojmë atje te karroca se po thotë që dua të flet te karroca, se sa do ta mbaj fjalë. Pak më të flinte gjysmë ore sa për të mbledhur pak veten. Ne do shkojmë atje, do presim orën 5 që sa të na vi babagjyshit na fluturoj. Duhet të gjejmë një pikë shumë të mirë që ta filmojmë atë babagjyshin neve, po nuk e di se sa do ja dalim. Shpresoj që t'ja dalim. Do pishte një verë të ngrohtë atje. Se spiet? Asnjë gat? E pishe gati. Buzët prap më prishën, prap duhet që t'i lyej, po nejse, hajde e lyej. Ne parkuam makinën këtu tek një parkim i një qendre tregtare. Dhe gjeni pak se çfarë ka mund tani përballë. Kjo është slita e babagjyshit bashkë me drerët që do kalojnë dhe do bëjnë këtë rrugën këtu, të gjithë deri atje. Ndërkohë aty poshtë me sa duket është Christmas Market dhe Rezi sa e pa poshtë dhe nuk dukej kjo slita me drerët këtu, tha që këtu do kaloj babagjyshi, jam shumë i sigurt, e gjeti direkt. Ndërsa këtu duket perfekt, nuk e di. Me shumë mundësi ne do ndahemi, njëri do vi këtu e njëri poshtë. Po, që ta filmojmë nga të dyja. Shumë e bukur. Shumë bukur duket tash. Do thjesht imagjinoj që do futet babagjyshi aty. Ma të pëlqen? Aty do kaloj babagjyshi që fluturon, që mezi po pret krena. Hajde ikim tani. Hajde ikim të shohim çik poshtë Christmas Market. Ora është 4:01. Domethënë për një orë do fluturoj gjysh babagjyshi. Market do edhe 12 minuta që të vi babagjyshi. Rezi kaloi në një cep tjetër, unë po rri këtu dhe shpresoj që ta ka bukur këtu, se do doja shumë që ta kisha një kujtim shumë të bukur të babagjyshin këtu. Se për të erdhëm fundit. Paroj edhe eksperienca e babagjyshit. Krena u kënaq shumë, ja bënte kështu halo me dorë gjithkohë. E pritëm shumë gjatë me thënë të drejtën, ato 10 minutë që në fundit u mbush plot me njerëz atje, nuk e keni idenë se sa njerëz që erdhën. Unë isha me 2 kamera, duhet filmoja edhe nga telefoni edhe me kamerën që po ju filmoja për juve. Ora dhe krena pasaj në krah aty u bëra një lëmë që i vërtet, po gjithsesi u kënaqëm, krena u kënaq shumë mirë, është e sigurt. Tani krena po kërkon sërish për të ngrënë, ndoshta do gjejmë një patate se do specifikisht patate. Krena kudo që shkon do thjesht patate. Do gjejmë patate dhe me shumë mundësi do ikim, se nuk është se kemi çfarë të bëjmë, por gjithsesi do shohim se ç'do bëjmë. Shkon kjo mua. Duken bukur.
Ja. Dukem si ruskë. Apronjë mua. Më shkon vërtet? Ta 100 euro do jetë kjo. Më thanë ca tetat e rruga që më shkon më shumë kjo. Mendoni ju? Më shkon? Ta marrë këtë apo jo? Ta shikoni ju këtë video, unë do kemi ikur, po nejse. Po vëtisja shumë që të haja diçka të ëmbël edhe rezi ma gjeti mi den. Nuk e di ka gjetur si këto kaushët viral që ose e keni parasysh. Nuk e jam shumë e sigurt nëse është me mbushje apo jo. Po filmon akoma? Filmo. Janë pa mbushje fare, do me thënë, nëse dua mund ta marrë dhe me mbushje. 8 euro gjys borxh. Më dha 10 euro borxh burri. Shinxet mama. Do krena? E haj bashkë me mami. Me pistakja. Duhet presim 15 minuta për atë se nuk ishin gati. Kush pret 15 minuta për një akullore? Ishte me akullore, pjesa e lartë ishte me akullore. Wow! Sa mama e keqe që janë, japën bëlsira fëmijët. Ishte mirë, akull e ftohtë. Duhet jetë akulloria e ngrohtë në fakt. Që nga shumë e mirë. Pas ka ato shijen e pistakjes. Është akull. Nuk e di se si mund të shesin akullore në këtë ftohtë njerëzit. Mirë ata që i shesin, po ne që i blem. Se shumë kurioz janë për të pjesën e brumit. Do e hedh gjithsesi poshtë të pjesën se u vela dhe do ha vetëm pjesën e kaushit se mezi po pres ta ha. Ja, gjetëm koshin. Shiko, do ta hedhim te koshi dhe do ham kaushin. Tani erdhi momenti i vërtetës. Provon mbreti si fillim. Që nga akoma e ngrohtë. Tani u vela me thënë drejtën se po më pëlqen dhe aq shumë. Ose ndoshta s'është e mirë me vërtet. Kremi pistakjes nuk është se po më pëlqen me thënë drejtën. Këto mikrofonët i kanë halal lekët se kam gjithë ditën që po filmoj dhe po flas me ju dhe janë 100% akoma, nuk e di se si ka mundësi, po janë me vërtet shumë të mirë. Ju gocat content creator që doni të bëni një investim në mikrofona, janë patjetër këta të DJI. Ndërkohë unë jam bërë këtu me një njoll buskuqi, se si e kam bërë vete këtu me buskuq, zoti e di. Karina e zuri gjumi tani. Shkoni pak. Edhe Rezi e hodhi xhupin e tij sepse është pak ftohtë tani në darkë. Gjatë ditës ishte mirë se ishte butë, edhe Karina nuk është se kishte ftohtë, se e pyesja her pas here. Po tani u ftoh goxha edhe zuri gjumi se normalisht s'ka fjetur gjithë ditën. Rezi tani do me patjetër të gjej magnetin për ta vendosur tek frigoriferi. Edhe i thash nuk mundem dot që të ecim, se kam këto çizmet me takë dhe më janë lodhur me vërtet shumë. I mora atletet nga shtëpia dhe i lash në makinë. Rezi po më thot tani që pas ka një pistë patinazhi 30 metra më poshtë, kështu që do bëj si do bëj, do eci edhe ato 30 metra të shkoj ta shoh pak ato pistën e patinazhit. Si thoni ju, kam rënë mjaftu shumë sot apo të shkoj ta provoj këtë pistën e patinazhit? Po realisht do ishte shumë e madhe nëse do futesh edhe një herë këtë kjo pistë e patinazhit. Se kur shoh ta që bien, mendoj vetë time sot edhe vazhdoj edhe qesh akoma si idiote. Domethënë se çka ka shumë për qeshur si rash, edhe theva qafën për pak. Unë që se si hoqa edhe pellushin tani, a hodha krenës ta këmbët se po ndihesha sigurisht kishte ftohtë nga këmbët, edhe thash më mirë të kesh ti ftohtë se sa të ketë ajo. Kam një kuriozitet. Ky tani qyteti që jemi ne është i qartë që është në kufi me Francën, po kanë çdo dy gjuhë zyrtare edhe frëngjishten edhe gjermanishten. Jo më shumë po dëgjoj që flasin frëngjisht se sa gjermanisht. Okej, kuptoj normalisht se gjermanisht jam marrë vesh, por që prapë se prapë më duket sikur flasin më shumë frëngjisht se sa gjermanisht. Goca që jentoni këtu, ma shohani dot të kuriozitet apo të pyet ChatGPT. Ne ulëm te KFC-ja. Na, çfarë Burger King, jo KFC-ja. Çfarë Burger King apo KFC? E pam rrugës domethënë edhe ulëm, po unë dua shumë që të shkoj në tualet, po këtu ti un drejsi. Çfarë? Nëse edhe dua shumë të shkoj në tualet, por nëse duket që nga vetëm për njerëz të natësit kufisuar. Ne njerëzit e tjerë jemi të diskriminuar, nuk mund të shkojmë në tualet. Edhe thamë merrnim në një shoq për rrugës, me thënë drejtën. Kujt dihet na kap në një uri e papritur, nuk është se kam fare uri tani se kam vrasë të ëmblën. Edhe po mendoja mos të merrja fare, po pastaj thash unë do shoh Rezin duke ngrënë, unë s'do i them më jepi kaçati. Thash merr të thëndet më mirë, edhe kënaqu ha. Është shumë morëm 2 minutë. E presim tani që të nisemi. Po unë kam përshtypjen do shohim prapë babagjyshe se po shkon ora 7, orari që do kaloj sërish babagjyshi. Çfarë baja? Ai që nga si burg. Banja, gjithë edhe banjën tani po vërtet ngrihem. Ai që nga si burgera. Çisha. Na kapin atë na burgosin. I morëm menut tona ne, Rezi më riktheu pallton se rregulloi gocën nga këmbët që mos të kishte ftohtë edhe ajo. Unë mora ujë se po thahem për ujë. Menun e Burger Kingut e mora me ujë dhe jo me kola se thash e ke lëshuar dorën fare sot. Në tualet shkova, kështu që do ikim tani se s'kemi ç'bëjmë. Ti se si, po ne kapo morën 7 dhe jemi këtu afër fare me babagjyshin që ka hipur te slita dhe do shkoj sërish poshtë. Lezi dhe dritat babagjyshi. Halo Santa! Santa! Halo! Santa! Halo! Edhe goca gruaja. Polja se gocës tani. Halo! Ja veri Santa hala. Ja kështë edhe Santa. Achtung, Santa! Kujdesore, se po të presi kalamajt në përshpira. E Santa, Santa, këtë hipën ti? I gjetëm stacionin.
Po sa e goca vogël. I gjithë stacioni. Po e goca po shkosh Angeli. Është Angelu, është viti i ri. Viti i ri. Po mos jetë ajo poshtë atje bie i lart, se ajo mban drejt atë. Vërtet? Po. Prandaj e kanë çuar kot si personazh Po, kot. çfarë personazh kota, ata është kundra pesh. Ajo po sakrifikon jetën domethënë. Po, ti çoj një mësunosh. Ara se u bë meso prapë në Moliuria. Shi më buk me vete. Spenditën makinën. Ai drejti parë ka marrë ria do të sikë unë të mësoj. Andaj deri në mes. Ne u nisëm tani për në shtëpi. Unë do të them që është herë e parë në jetën tonë që na shkon udhëtimi ashtu siç e kishim planifikuar. Nuk patëm asnjë lloj pengese, ndoshta sepse këtë herë e morëm më qetë se çdo herë tjetër që nga nisja, domethënë që e Krena ka qenë shoqër zoti shumë e qetë edhe pse s'bëri gjumin e drekës, edhe Krena na ka ndihmuar dhe Krena gjithmonë është faktori kryesor për të bërë pushimet tona më të bukura ose më të këqija, vetëm në dorën e saj është gjithmonë. Po jo realisht sot u kënaqem edhe jam shumë e lumtur që e bëm këtë mini udhëtimin e vogël. Shpresoj shumë që edhe për ju të kem filmuar edhe të këtë dalë një vlog i bukur. Nëse ju pëlqeu edhe ju, do doja shumë që të më suportonit me një like ose një koment ose një subscribe. Nuk e keni idenë se sa më gëzon dhe sa më ndihmon diçka e tillë nga ju, e cila për ju është falas, por për mua do të thotë shumë. Si zemra ime u kënaqe sot me udhëtimin që bëre me familjen. U kënaqa me thënë drejtën, çdo gjë shkoi shumë mirë. Shpresoj që na ecë rruga mirë se ne tani u nisëm. Çdo gjë shkoi shumë mirë, u kënaqem. Qyteti i vogël ishte, baba gjyshin u kënaq edhe unë i madhi, jo me i vogli. Kishte goxha njerëz, më gjën bëri përshtypje që këtu fliteshin dy gjuhë. E thash edhe unë këtë. Edhe ti? Okej. Flitesh edhe frëngjisht edhe gjermanisht, ndoshta nga që këta kanë afër me kufilin. Madje edhe plani që bëm për të parë baba gjyshin dhe ta filmonim nga një kënd tjetër, siç ishte ai që filmuam tani, e arritëm, pavarësisht se thashë morëm çdo gjë shumë qetë. Madje tani në fund e pam që po shkonte ora 7 dhe tham hajde, me që jemi nxituam pak, që ta kapnim edhe nga ai këndi, u kënaqëm, na bëri baba gjyshin me dorë. Po unë të vërtet u kënaqa edhe e shijova me të vërtet shumë. Tani patjetër që do ta mbyll dhe neve do të shifemi tek një vlog tjetër, i cili do të jetë më shpejt se sa mund ta mendoni, sepse të dielën tjetër kemi planifikuar një tjetër mini udhëtim si ky. Nuk është në shtetin e Gjermanisë, është pak më larg, por do ta bëjmë vajteardhje edhe atë si ky sot. Presoj shumë që t'ju kemi shoqëruar sadopak edhe t'ju kemi kënaqur me këtë video dhe ne do të shihemi tek video e radhës. Mirupafshim. Mirupafshim.